Në vim të kontrolleve të befasishme për rritjen e sigurisë në institucionet penitenciare, u shtrua një kontroll në burgun e Reçit në Malësi të Madhe, në zbatim të urdhërit të drejtorit të përgjithshëm të burgjeve Adriatik Kupi dhe në drejtimin e drejtorit të policisë së burgjeve, drejtuesi i lartë Paulin Rajta. Forcat operacionale dhe forcat speciale të drejtorisë së përgjithshme të burgjeve ushtruan kontroll për sëndet të ndaluara në dhomat e banimit dhe ambientet e përbashkëta. Gjatë kontrollit u verifikuan 38 dhoma. Në dhomën numër 9, godina 1 që i përket të dënuarve me iniciale RM dhe EH, është konstatuar një cigare e dëmtuar e hedhur në lavaman e dyshuar si lëndë narkotike. Të dy të dënuarit janë vequar dhe hartuar raport incidenti dhe janë njoftuar strukturat përkatëse për fshirë shërbimin e kontrollit të brendshëm në sistemin e burgjeve për vijimin e procedurave. Gjatë kontrollit janë nxjerrë si sënde të tepërta dhe për rikontroll 2 televizorë, si dhe është konstatuar dhe sekuestruar objekte të tjera të ndaluara. Drejtoria e përgjithshme e burgjeve do të vijojë kontrollet e befasishme në të gjitha burgjet me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë.